Para se të futem në tema politike pak të rënda, më jep një përshtypje tënde si ndihesh kur shikon edhe lajme për veten ku të akuzojnë për lidhje të dyshimta, shumë episode që ti I ke parë dhe vet, shumë ngjarje, shumë lajme. Më jep një përshtypje personale edhe familja jote si ndihet. Patjetër. Sot vi shumë më I qetë se sa më parë. I thon gati një vit nga momenti kur lideri historik I Partisë Demokratike, zoti non grata, se unë ashtu e quaj, bëri atë fjalimin e vet historik, ku hodhi një lumë akuzash ndaj meje dhe që antej pastaj historia vazhdoi. Sot jam shumë më I qetë. Më duket sikur ky vit më ka rritur dhe më ka maturuar mjaft, ndoshta edhe për të mos I pasur ato impulset emocionale të fillimit. Disa prej tyre mund edhe ti kisha evituar, të paktën sot kur I Është normale, të shikosh akuza për vete, të dëgjosh, nuk është e lehtë. Patjetër që nuk është. Ai më tepër në sy të gjithë shqiptarëve, se po flasim për një arenë siç është parlamenti që nuk është se janë 50 veta, po është. Absolutisht. Ajo që kam bërë tani së fundmi arbër, kam vendosur të marr të mirën të keqes, që do të thotë nëse do bëhesha peng I kësaj historie, mendoj që mua do më personifikonte vetëm kjo histori. E vërtet e pa vërtet qoftë, kjo histori deri diku të shënjon dhe të lë një gjurmë në karrierën tënde. Dhe e dija fare mirë se e strukur aty dhe e pazëshme për çfarë duhet kem zë, në fakt kjo histori do ishte vetmja e cila do lidhte emrin tim dhe asgjë tjetër. Gjë që nuk do doja kur të ndodhte në fakt, se përtek kësaj historie mendoj dhe shpresoj që edhe një pjesë e njerëzve sot ta kanë kuptuar që vlej shumë më tepër se kjo histori e cila mu vesh mbi supe, e cilën tani unë vetë më duhet ta zhvesh, sepse askush nuk e bën këtë për mua. Jam munduar që të tregoj Saren përgjatë këtij viti, patjetër nuk ka qenë lehtë të kisha gjithë fokusin e medias, por edhe të drejtuesve të faqeve të memeve, se tani kjo është pjesë e procesit. Dhe nuk ka qenë lehtë as pak që sa herë që bëja 2 hapa para të mund të dukej sikur kisha bërë një hap mbrapa, sepse një lapsus I thën diku apo një lapsus I përpunuar për të dukur lapsus diku tjetër, të merrte pastaj të gjithë xhiron e rrjetit. Kështu që ka qenë e vështirë, por unë I kam marrë më të mirën duke mos u ndalur dhe duke vendosur që të jem kudo prezente, qoftë në ftesa publike që më bëjnë emisione ndryshme, qoftë në parlament sa herë kam dashur të thënë timen, nuk kam familja si ndihet, Sara? Si ndihet familja jote? Mos më pyet familja. Se po evitoja. Shiko Arber, mos të them që ç'deshe që ju fute. Mendoj që flen dhe zgjohen me këtë shprehje, e para sepse patjetër familja ime nuk ka kurfar lidhje me politikën dhe kur nuk ke kurfar lidhje as nuk e dëshiron të jesh pjesë e saj. Madje ata ende kanë pikpyetjet e tyre që nga na dole ti që e ke këtë dëshirë për politikë kur askush kanë nuk e ka pasur. Pra nuk vjen një histori e trashëguar në familje ose edhe ju ke prish pak rehatin, a? Ja kam prishur shumë. Megjithatë, jam shumë falenderuese që e kanë lejuar të gjithë grindën time të përhapet ashtu siç unë dua. Unë jam duke e bërë politikën ashtu siç realisht mendoj unë ta bëj, nuk kam interferime nga ta dhe mendoj që kjo është në fakt dhurata më e madhe që mund të t'japin ata që të njohin më mirë nga të gjithë, një mbështetje pa pasur nevojë të vënë kushte për këtë mbështetje. Dhe e kam pasur sinqerisht lirë fushën time të veprimit, ndoshta dhe kjo ka ndihmuar që njerëzit tani të më njohin më mirë se kush jam, sepse nuk kam pasur filtra në çfarë unë kam treguar dhe çfarë kam shfaqur përgjatë këtij viti.